7 lopët të trasha hahen prej 7 lopëve të zejfta. Edhe ishe 7 kokra gjelbërta dhe 7 kokra të thata. Kaq ishte ëndra. E Jusufi Lasoni jep këtë koment, të 7 lopët dhe të majmet dhe thatat është se do të vinë 7 vite që do të ketë bollëk për e qetë. Do të këto 7 vite ju duni me punu ma tepër dhe me deponu shumë për aso që keni punu që do të korni. Mas këtyre 7-ve vjen momenti aty me 7 lopëve të thata, do të ketë thatësi të madhe, uri të madhe, diçka që më herët nuk ka ndodhur në vend. Do të furnizoni për këtyre që më herët i keni rujt. Dhe kjo është komenti atyre lopëve dhe kokrave gjelbërta edhe kokrave të thata. Domethënë komentohet me 7 vite bollëk dhe 7 vite tjera që do të vjen uri dhe thatësi e madhe. Mbretit vetëm se i pëlqen edhe vetë komenti. I bindet se çka do të më kanën fundit ajo çka mund të pritet prej koment ëndrës se nuk mund diçka tjetër si koment për shkrim tjetër. Edhe kthehet tash Jusufi, bëhet i afërt i mbretit, këshilltari i parë i tij dhe mbreti i afron që ai të jetë edhe ministër i mbretënisë së tij, që do të kujdeset për depot dhe për këtë procesin që është gjatë 7 viteve ku ka bërë qet, edhe menaxhimin e tij që është menaxhim më i rënd, që vjen momenti i thatësiv. Ja ka besu baz dijes, baz komentit që ja dha shpjegimin më të mirë që e pa të mundshme ta dëgjoje. Edhe kjo është tash përgjegjësia më e madhe e Jusufit se tash do të mirej me menaxhimin e situatës.